Mirë mëngjes të dashur miq të RTS2, ja të jemi sërish së bashku këtu tek Fati Ymë për të vijuar me parashikimin e artave tuaja astrologjike të personalizuara. Ju mund bëheni pjesë e bisedës sonë përmes numrit që gjeni të afishuar në ekran 0422560047 ose duke na shkruar një mesazh në faqen tonë të Instagramit Fati Ymë RTS. Mjafton të na dërgoni datën e lindjes, orën e saktë të lindjes dhe pyetjen më të rëndësishme për ju, dhe më pas astrologu ynë Jorgo Pulla do t'ju bëjë një parashikim të hartës suaj astrologjike. Jorgo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, kënaqësi. Kënaqësi dhe për mua. Ju urojmë dhe të gjithë shikuesit që na ndjekin në Shqipëri apo në diasporë. Dita e sotme është një ditë shumë e rëndësishme sepse kemi diçka shumë ndikuese, ndikime planetare që na japin mundësi dhe kohë për sa i përket të çështjeve që kanë bëjnë punës që kemi dhe jo vetëm. Prandaj bini pas në takime, në bisedime, sidomos mbas orës 12, ka diçka shumë të mirë në ekonomi dhe në disa takime të lëna pezull mund t'i realizoni sepse është një kohë shumë e përshtatshme dhe vazhdimësia duket e mbarë. Unë të falenderoj Jorgo, do të ndjekim siglën dhe rikthehemi me njëherë në studio për të vijuar me telefonatat dhe mesazhet. Jorgo, sot do të fillojmë me mesazhin që kishim lënë dje për mikun tonë të emisionit dhe përshëndesim dhe njëkohësisht i kërkojmë ndjes që kemi harruar ta parashikojmë, por gjëra që ndodhin. Do t'jap më njëherë datën e djalit? Nuk e diskutoj se po. 8 qershor 91. Kemi 8 qershor 91. Ishte djali i madh. Po. Çfarë do t'i themi? Atëre. Ishte me dokumenta, prej 10 vitesh jetonte në Angli. Po. Dhe t'japim një pasqyrë të përgjithshme. Po. Mikun ton, e përshëndesim, mikun ton, mikun e Ulzës. Atëre, kemi të bëjmë në lidhje me që se kalin edhe ditë shtune do thotë mendoj, gjykoj, veproj. Prandaj edhe është atë ku është. Mos një dhe të hadri që merr nga mamaja, merr inatin tanë merr. Sepse disa gjëra ti do që të arrish aty ku do. Dhe kështu është dhe djali. Në lidhje me çështjet ekonomike, kam një çik si kështu, domethënë që të shikoj pak nga maj qershori do të stabilizuar dhe shumë mirë në çështjet e tjera, një surprizë mund të ketë, është anë shumë pozitive dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme në kohën e duhur, sepse gjithmonë njerëzit të lindur në këtë shenjë do të thotë binjakët kanë komunikimin, kanë veprimin, por hënën e dash përforcon, sepse përshpejton disa gjëra. Dhe kështu do thotë pak nuk është kokë fort, por bën gjërat ashtu siç duhet. Për disa është edhe mundësia që kjo datëlindje ka kohën e vet, ka mundësinë e vet. Por meqense Jupiteri, planeti i fatit, ndodhet në shenjën e Luanit, në shenjë zjarri, ku do thotë ndikime dhe shumë të mira. Disa gjëra, një dokument është me dokumenta, por diçka do marri për arsye përfitimi me të drejtën e vet dhe një punë e re që do dali shumë i fituar në vazhdimsi. Këto ka përse përket kjo datëlindje dhe ndjes për sa i përket nuk e dham dje për arsye kohe. Të falenderoj Jorgo. Do të kalojmë tek një telefonat e mirëpresim atë në studio. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Drita nga Fieri. Kënaqësi e dashur. Doja një parashikim për datëlindjen Po, ju dëgjoj. 24/12/55. Edhe njëherë ditën e lindjes të lutem? 24. 85. 85, po. Po. Një parashikim i përgjithshëm. Patjetër. Ora 3 masdite, ora e lindjes 3 masdite. Në rregull e dashur, ndiqni parashikimin tuaj. Jorgo, 24/12/85. Ora 15. Po. Atëherë lindur ditë Marte, njerëzit ditë Marte kanë ndikimin e veprime të ndryshme, sepse shenjat e tokës, ky 3 mujor mund të jetë pak i vështirë derisa të vendosen gjërat në vijë. Por nuk të lë bosh në atë çka kërkon dhe gjykon kjo datëlindje. Në rastin konkret, në përgjithësi, çështjet ekonomike financiare, britësjapët me ndikimin më të madh, por me ascendenten që është në binjak, pra kanë diçka shumë pozitive, ku gjërat mund të ndikohen, ose ndryshime të mëdha, dhe di që i parë i shenjës së britësave të datës 24 do të thotë një mundësi plus në ekonomi dhe në marrje vendimesh të rëndësishme.
Në anën tjetër, do t'i thosha kësaj datëlindje, nëse kanë dërmend ose për arsye biznesi, çështje kredish, banke, mirë do ishte të këtë muaj edhe shkurtin ta ndaloj pak nga marsi tuti më veç çfarë të doj, po janashkurt nuk është në favor për marrje kredie, por gjërat e tjera që do të ndikojnë, mundësitë që do t'ju jepen, është një periudhë mjaft e mirë dhe stabilizuese për sa i përket ekonomisë, për sa i përket gjërave. 6 mujori i dytë është shumë herë më i favorizuar sepse lidhet me familjen, lidhet me dashurinë dhe mshurinë, mundësinë dhe kohën e duhur për sa i përket gjërave që kërkon. E gjithë historia e këtij viti, për sa i përket kësaj datëlindje, është mjaft e mirë. Dhe motoja për sa i përket këtij 3 mujori është eci avash sepse nxitoj. Dhe më fund të 6 mujorit të dytë unë do fitoj. Pra kjo është ajo çka do. Unë të falenderoj Jorgo. Do të kalojmë tani tek një tjetër mesazh që kemi marrë, është po i ditës së djeshme. Kemi një mesazh ku nëna dha për 3 djemtë e tyre për fatin. 22 prill 86. 22 prill 86. 86, po. Në përgjithësi. Po, për fatin, ora 2:30 e mbasdites. 14:30. Po. Kjo është kënaqësia, sepse edhe njerëzit e kuptojnë që neve nuk lëm mesazh pa lexuar. Duke qenë se kemi vendosur këtë rregullin jo më shumë se sa 2 mesazhe në një telefonat. Po, ky është mesazhi i tretë, domethënë datëlindja e tretë që na dha dhe e ruajtëm për sot. Po, kur të gjejmë hapësirë gjithmonë, patjetër që nuk do ngelet asnjë mesazh se nuk e lë unë Adelinën. Po të më lë mesazhe. Edhe vetë është korrekt. Patjetër që po. Bëjmë prandaj dhe punën e bëjmë për pikëmëri. Kështu që çfarë do themi për këtë datëlindje? 22 prill 86, ora 14:30. Ashtu. Për fatin. Pa. Kemi shenjës së demit, kokë shkret nga njëra anë, e dashuruar në anën tjetër. Mundësinë të dashuruar, do thosha, në lidhje me gjërat që ndikohen, çështjet e punës, marrje vendime. Me herën peshore, duket se 6 mujori i parë është më i favorizuar për sa përket planeve që juve keni, për sa përket asaj çka juve doni të rregulloni, të stabilizoni, të ndryshoni, gjërat që do të keni, momentet që janë momente nga më pozitivet dhe koha e duhur për nisma të reja. Është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Nuk e diskutoj, nuk e vë dyshim për sa i përket asaj çka është në lidhje me ekonominë, në lidhje me stabilizimin, në lidhje me çështjet konkrete, ekonomia, puna, dashuria dhe gjërat e tjera janë mjaft pozitive dhe nuk diskutohet sepse shumë shpejt mund keni dhe një mundësi shumë të artë në fushën ekonomike dhe disa gjëra të tjera që do ndryshojnë në fushën e biznesit. Por dashuria duket se është mjaft e mirë dhe jo probleme. Të falenderoj Jorgo, do të mirëpresim një telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Respekta. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Mirëmëngjesi, nga Vlora. Kënaqësi. Jam 20 tetori 56. 20 tetor 86. Po. Po. Do i ndaltin një tjetër. Po, më thuaj. 11 vjetor 89. 11 vjetor 89. Po. Për çfarë interesohesh për secilën prej datëlindjeve? Për të parë për shëndetin, për të dytën në përgjithësi, si jetën. Ka një problem për ekonomia. Probleme me ekonominë. Po, orën e lindjes për datëlindjet i kemi, apo? Maj mëntën. Ndishtë parashikimin tuaj. Datëlindje në 89. Qa ore? 8 i mëngjesit. 8 i mëngjesit, për të dytën. 8 apo 5? 8 mëngjesit. 8 e mëngjesit. Po. Ndishtë parashikimet tuaja. Se 8 e mëngjesit i bie ditë hënë. Nëse. Atëherë, ditëlindje parë ishte 20 tetor 86? Po. Për shëndetin. Po, për shëndetin. Në lidhje me shëndetin. Me shëndetin, diçka shqetësuese që themi nuk mund të jetë diçka e tillë, sepse në lidhje me konsultimet që mund bëhen, në lidhje me mjekësi në përgjithësi, mund të zgjidhni problemin që mund keni. Nuk mund themi diçka që çfarë dhe se qysh, siç unë bëj, për shembull, kërkoj të dhënat
edhe gjërat për në fushën e strategjisë të gjërave, kurse për shëndetin është tjetër ndikim, sepse duhet të shkoni të konsultoni me mjekun dhe të shikojë në detaje për çfarë të shiqysh. Por në rastin konkret, koha e përshtatshme në lidhje me këtë gjë është fundi i këtij muaji dhe i kësaj jave, sepse kemi një hënë, siç e them kur kemi hënën, është diçka mjaft e mirë për vizita. Dhe kjo është diçka që zgjidhet. Për datëditjen e dytë e përgjithshmja e 11 dhjetorit të 89-a, ora 8:30, apo? Po. Ashtu? 11 dhjetor, 89, 8 e mëngjesit. 8 e mëngjesit. Atëre kemi lindur ditë hënë, që do të thotë ascendentja, dhe kjo ka një ndikim shumë të madh në lidhje me çështjet, në lidhje me punën, në lidhje me vendimet apo kohën. Nuk ka vend për të shqetësuar, sepse me sa duket ascendentja në Britqap, të shenjës së shqiptarit, që do thotë riskun, themi ne, fatin e shtëpisë e ka kjo datëlindje dhe momentet ekonomike dhe gjërat e tjera që do të ndikojnë janë më të favorshme. Nuk ka diçka. Gjashmujori i parë i këtij viti është shumë pozitiv dhe jo problematik. Ndikimet që kanë bënë gjithashtu në çështjet e punës lidhje me karrierën ka ndikime shumë të mira, për sa i përket të çështjeve afatgjat, sepse kur në lindje me ndikimin e Jupiterit që ka qenë në kafore dhe në atë kohë ka qenë në retrograd, po vjen një moment që është në kafore për zhvillime dhe ndryshime të mira, nuk ka vend për të shqetësuar. Mos u shqetësoni fare sepse gjërat janë në anën tuaj. Të falenderoj Jorgo, mirëpresim një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Alo, na dëgjoni? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ne të flasim dhe nga na telefononi. Përshëndetje, jam Dajana nga Tirana. Kënaqësi e dashur, po. Atëherë ditëlindja ime është 8 shtator 1997, nuk kam mbaj mend orën. Nuk më kam thënë orën. 8 shtator 97. 8 shtator 97. Dhe për çfarë interesohesh e dashur? Në përgjithësi. Të përgjithshme. 87. 97. 97. Ditë hënë thotë ka lindur, po? 8 shtator 97, një parashikim të përgjithshëm, Jorgo. Çfarë do të themi për këtë datëlindje? Atëherë, kemi virgjëresh. Drejtësia nuk ka lumaj që ka juve keni. E keni për 1000 arsye. Në lidhje me punën, gabime të së shkuarës, nuk jo për fajin tuaj, rikthehe në pozitivitet, sepse koha ka treguar, në disa raste momentet që vinë, për shembull, supozojmë ekonomia, gjëra që kanë pasur probleme në një të kaluar, stabilizohen pikërisht tani. Momenti që kur kemi nga ndonjëherë që vërtet lodhemi shumë për të arritur aty ku ne dëshirojmë. Koha më përshtatshme që neve të bëjmë takime, lidhje ndryshim pune, ndryshim gjëra të rëndësishme që neve kemi, duke se është gjashmujori i dytë është shumë pozitiv, madje është jeni korrekt me ato që a janë tjerët korrekt me juve. Kjo është pak rëndësi ka, jeni ju korrekt. Dhe kjo del në pa pastaj dhe gjërat që do të bëni nuk humbisni, por fitoni sepse dini shumë mirë çfarë doni dhe ku doni të shkoni. Mundësitë janë të mëdha dhe koha që përket në anën tuaj është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në vazhdimsi. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Çdo ndryshim, çdo ndikim, çdo favorizim që keni është gjashmujori i dytë që do t'ju ndihmojnë për sa i përket çështjeve të rëndësishme dhe periudhës kur ndodhin fenomenet. Të falenderoj Jorgo, mirëpresim një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Me kë flas, përshëndetje dashur. Me kë flasim dhe nga na telefononi. Faleminderit për ato pyetjet koncize që na përkthehet Jorgua. Respektoj Bambas. 18 i 12 1990. Si që ka thënë dhe Jorgua që janë dorë shpuar, a do të jetë me ekonomi dhe me shëndet mirë këtë vit? Ekonomia dhe shëndeti. Po, çfarë ore? Orën e lindjes e kemi? 3 mbi mesnatës, 3 me 3 gjysmë. Dhe lindu ditë marte? Po. Rregull? Ora 1 e natës. 3 në mos gaboj. 3 me 3 gjysmë. Okej, 3 gjysmë. Unë të paktën kështu e dëgjova. Po e dëgjove ti e vendoson. 18 i 12 i 90 për ekonominë dhe shëndetin. Kishim dhe konfirmimin ditë marte. Po. Për punën. Ekonomia dhe shëndetin.
Marrim për shëndetin. Lidhje me shëndetin, ande nga vini juve, dash nga geni babi, dash nga geni mamas, nuk ka vend për të shqetësuar, sepse shumë gjëra ndodhin në jetë, por jo problematike, të zgjidhshme. Në rastin e punës të ekonomisë, as ka as barohet. 10 ditë që i tret i shenjës së shqiptarit, ku shumë gjëra ndikojnë në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, por keni një shans shumë të madh juve, arsyen sepse kur kemi, vërtet jeni të shenjës së shqiptarit, por kur kemi planetën e britësjap, siç është kjo datindje, na ndikon kaq shumë, ja kam qef sepse kur shikoj që dalin disa gjëra dhe konkrete, shqiptari. Tu kemi shqiptarin, por në anën tjetër kemi disa planete që janë në britësjap. Që do të thotë, britësjapi e dim shumë mirë që është ekonomia, është stabilizimi, vështërsi që ke kaluar dhe ja ke dalë mbar në gjëra që keni bërë ekonomi, dhe disa parat pa marra, nuk e di që janë, kjo mundet të shikojnë dhe dini vetë, ka e diçka shumë mirë se është realizueshme. Vazhdimësia dhe korrektësia është momenti më i duhuri dhe më pozitivi i që ndonjëherë. Prandaj në këtë drejtim, jeni aty ku dëshironi dhe adhuroni. Gjërat e tjera, në fakt, në çështjet kemi ndikimin e Saturnit, fatin, shanse të mëdha, sepse kjo thot, kam lindur për të jetuar, dhe kjo të ndikon në anën tuaj të pozitivitetit më të mirë të mundshëm të që ndonjëherë, edhe pse keni kaluar disa vështërsi të mëdha në 2014 dhe 2018, por këto janë kalimtare, diçka e mirë që vjen dhe ka ardhur nga 2024, e në vazhdim nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar, sepse sa kohë që ikën, aq më mirë vijnë gjërat. Të falenderoj, Jorgo, mirë presim një tjetër telefonat. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Unë telefonoj nga Shqipëria mesme nga Kosova Belshit. Kënaqësi e dashur, po. Unë telefonoj nga Shqipëria mesme nga Kosova Belshit. Do të lutesh atë na dëgjojë nga telefoni në mënyrë që të komunikojmë sa më qartë? 20 mars 1984, ora 5 e mëngjesit, ditë e martë. 20 mars 84. Për djalin e thëmë. Po e dashur. 20 mars 84. Po. Dhe për çfarë interesojeni? Sigur. Okej. Të lutem, mund të na dëgjosh nga telefoni në mënyrë që të komunikojmë nga telefoni, po. Më thuaj e dashur, për çfarë interesohesh? Një parashikim të përgjithshëm, diçka specifike? E kërkoj, dëgjoj, Mimi, unë po të shoh edhe në televizor ty, ja halamet kindje kështu ti po. Po e dashur, më thuaj, të falenderoj. Për jo kam respekt se gjithmonë i shkruaj. Po. Edhe për djalin, si e ka jetën e përgjithshme, edhe si jetën me biznesin. Në përgjithësi dhe për biznesin. Na ndiqni nëpërmjet televizionit. Na ndiqni nëpërmjet ekranit për të parë parashikimin tuaj. Ju urojmë një ditë sa më të mbar. Jorgo? 20 mars 84, ora 5 e mëngjesit, ditë e martë. Atëherë, 84, 5 e mëngjesit. Ditë e martë. Ditë e martë. Në përgjithësi dhe në lidhje me biznesin. Në përgjithësi. Atëherë, në orën 5 e mëngjesit do të thotë që shenja e peshqeve në lidhje me biznesin, nëse marrim me biznesin, ka një ndikim shumë të madh sepse çështjet që kanë të bëjnë me punën, me të drejtën e tij fiton gjithmonë. Do ta shtoj biznesin, jo do ta lënë në mes. Biznesi do thosha ka pasur ulje dhe ngritjet e veta, por tani nga 2025 në muajin maj, një problem që ka pasur shkurt mars-prill të 2025-s, tani në 2026 do ta ketë prap pa kujdes këtë mars-prill-maj, prap do të ketë kujdes sepse për punën që ka, biznesi që ka, dhe vazhdimësia pastaj është në momentin dhe në kohën më të mirë të mundshme, 6 mujori i dytë, sepse 6 mujori i dytë është më pozitiv dhe është më perfekt në ekonomi dhe në stabilizime. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim, sepse koha tregon që shanset janë të mëdha për ta stabilizuar dhe për t'ia arritur qëllimin. Në muajin tetor, nëntor, dhjetor
Nëse ka të bëjnë me tregti, ka të bëjnë me gjëra të kësaj natyre, është shumë mirë për furnizim, lidhje me dyqanin, lidhje me biznesin, e diçka shumë pozitive, madje është koha më e mirëmueshme për ta stabilizuar ata. Të falenderoj Jorgo, do të mirëpresim një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Linda nga Tirana. Kënaqësi e dashur. Atëherë, unë do të jap në një datë linjë 19 i 12 2000, dua ascendente, edhe shëndetin, nëse ka probleme shëndetin, edhe do ketë lidhje serioze për këtë vit. Edhe ora e lindjes është 6:10 të dielën e mazdite. 6:10 e mëngjesit? E mazditës. E mbasdites. Rregull. Po. Ditë e diel. Ditë e diel. Ndishte parashikimin tuaj e dashur. Faleminderit, ditë Gjithë të mirat, faleminderit dhe për ju gjithashtu. Ditë martë ka lindur. E diel. Atëherë, 19 dhjetor, viti 2000. 2000, ora? Ora 6:10 e mbasdites. Ora 6:10 mbasdites. 8:10 e 10. Ditë e diel, nuk e di se si duket. 19 dhjetor 2000, Po. ora 18:10 mbase. Atëre, një sekond, ta shikojmë një moment tjetër. Që të sigurohem pak. Atëre, Po, më thuaj. Dhe ma jep një të lindjen? 19 dhjetor, 2000. 19 dhjetor, 2000. Po. 6:10 e mbasdites, pra 18:10. Po, 6:10. Sepse kërkojmë. Mos shbërë një gabim, mbase. Ditjele nuk më rezulton, pra nejse. Mos ka qenë 9 dhjetor dhe e kemi dëgjuar 19, mbase dhe kjo mund tjetë. Atëre. E shikojmë dhe në këtë mënyrë. Po se njerëz jemi, dhe po themi që mos e bëjmë. Si duket? Ke parafrohet, gjithsesi. Ascendenten kërkon. E lëm tek 19 atëherë për që në rregull dhe i themi çfarë. Po, se duhet të kuptojmë diçka në bazë kësaj gjë. Mund të jemi edhe ne, njerëz jemi, Po. Mund ta marrim, por mund na ritheksoj edhe një herë, domethënë në një moment tjetër. Por ascendenten kërkoj. Po, ascendenten, lidhje serioze këtë vit, po. Dhe përshëndetin. Përshëndet. Atëherë, në lidhje me shenja e shqigjetarit, nuk e diskutojmë, nuk e vëmë dyshim. Në lidhje me ascendenten, është gafore nëse është e rregullt ora, ka të bëjë shumë, është gafore. Në lidhje me shëndetin, ndikime mund të ketë pasur disa gjëra të vogla, por jo të dëmshme. Dhe kjo do të thotë, në lidhje me konsultimet që keni nga një herë në vit, ku diun që bëjmë këto gjëra, mund të rishikohet, sepse kur jemi afër hënës së re, jemi afër hënës së plot, kur kemi kohë një javë të bëjmë vizita që na duhen, edhe mirë të jemi, mos kemi asgjë, nuk do ishte keq një herë në 6 muaj njeriu të bëjë një vizitë. Për shumë arsye. Por në rastin konkret mirë do ishte të bësh një kontroll, një konsultim, mirë nuk ka për të keq. Dhe kjo do të thotë që ndryshimet dhe ndikimet, favorizimet dhe mundësitë në lidhje me vazhdimsinë, unë do të thosha që është me fat dhe ndikimet që ka të bëjnë është pozitive dhe jo negative. Me kësaj është kopje mamaja, në rastin konkret, sepse nga ascendentja, te gaforja, dhe ndikimet e tjera që kanë bëjnë ka marrë çikinatin e babait për sa gjëra tjera, por gjithsesi kjo periudhë është mjaft e mirë. Me hënën peshore të humbase nuk ka shanse. Këtë botë jo, botë tjetër nuk e diun. Është diçka shumë pozitive, madje periudha që ndodhin fenomenet është diçka mjaft e mirë. Tremujori i parë i këtij viti është shumë pozitiv sepse është nisur mbar. Tremujori i fundit, tetori, nëntori, dhjetori, do më kujtoni se shumë gjëra do të ndryshojnë, shumë çështje do të ndikojnë, por janë në favor, edhe në lëvizje. Por do vinë një moment që kjo ditëlindje, kjo datëlindje do jetë për jashtë destinuar, jo këtu, por gjithsesi, arsyeja, a do vej për specializim, a do bëj diçka në lidhje me punën ose diçka që do lidhet, ka të bëjnë me jashtë, është diçka shumë pozitive dhe mjaft ideale, mos u fikso fare e mos u marakos fare për këtë gjë. Mirë presim një tjetër telefonat në studio. Alo, mirë mëngjes. Alo? Mirë mëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi?
Shenja Britsjapi, i pari 1890. Edhe njerë të lutem në ndihmo me datën e plot? 17 janar. 17 janar? 1989. 17 janar 89. Po. Orën e lindjes? Ore e lindjes 6 i mëngjesit. 6 e Ditë e mëngjesit. martë, dua të di në përgjithësi, për shëndetin, në përgjithësi, për punën, për... Pa tjetër. Ndishtë parashikimin tuaj e dashur në përmjet ekranit, Jorgo? 17 janar 89. 89. Po. 89. Ora 6 e mëngjesit, 6 e mëngjesit, ditë e martë. ditë e martë. Për shëndetin, punën, pra një parashikim në Po, është përgjithësi. ditë e martë. Po. 5 e mëngjesit, 6 e mëngjesit. 6 e mëngjesit, 6 e mëngjesit, po. një parashikim të përgjithshëm në lidhje me shëndetin, punën. Dhe çfarë mund thuash tjetër për po. këtë datëlindje? Në lidhje me punën, me shëndet nuk të them diçka. Në lidhje me punën, duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë, me ndikime dhe favorizime shumë të mëdha në anën ekonomike. Nuk e diskutoj se do shkoni shumë mirë në lidhje sepse Britsjap me ascendenten Britsjap dhe shumë planete në shenjat që ndikohen, u japin mundësi dhe prioritet gjërave të rëndësishme. Dhe këtu kemi të bëjmë, po të vëmre kur kemi këto gjëra, do të thotë me vështërsi bëhen gjërat, por nuk ka kthim pas. Ja, pra ku e kemi këtu? Këtu kemi shenjën, do më thonë është në Britsjap. Dhe i përket Britsjapit, po shiko çfarë bëhet këtu. Këtu kemi shumë planete, pra, që lidhen, kemi ascendenten, kemi ndikimet më të mëdha që është ndikimi i Plutonit, ndikimi i Mërkurit, ndikimi i Afroditës, ekonomia, stabilizimi i saj. Gjitha këto ju bëjnë, por keni pasur mjaft vështërsi në të shkuar të afërt, por kjo është mbyllur një herë mirë dhe tani jeni drejt një stabilizimi. Për sa përket kësaj datëlindje, nuk do të thoshe se ka diçka për të shqetësuar, ka bërë të pamundur dhe bën me të drejtën e vet mos të shqetësohet fare, sepse aty ku nisi mërzitet, aty fillon ndikimi i madh i rritjes së punës dhe i vazhdimësisë. Mos e lini pas dore fare, ju keni një pikë synim diku dhe atë vazhdojeni, sepse është koha, është momenti më i mirë i mundshëm për ta stabilizuar dhe për t'ja arritur qëllimit. Dhe kjo është një kohë shumë e përshtatshme, është një kohë që jep mundësi, jep dhe verdiktin e duhur për stabilizimin dhe konkretizimin e gjërave të mëdha që mund të keni. Megjithatë, është dhe momenti tani, është momenti mjaft korrekt nga ana juaj dhe shumë pozitive të kësaj datëlindje për anën e familjes apo të vazhdimësisë. Kështu që ka të bëjë shumë me çështjet e punës dhe të karrierës, sidomos në 6 muaj. Orin e dytë është koha, është momenti, është ajo çka doni dhe kërkoni. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar. Të falenderoj, Jorgo. Do të kalojmë tek një tjetër mesazh. Në fakt është një mesazh që e ka dhënë një zonjë dje kur na thatë lexonim datëlindjen e bashkëshortit të saj dhe djalit dhe la të sajën. Kështu që ne do të lexojmë të sajën sot, zonja nga Tirana, 2 i pari 80. 2 i pari 80. 80, po. Një parashikim të përgjithshëm. 80. Atëre. 65. Në lidhje me të datëlindje, në përgjithësi, ana ekonomike, në lidhje me financat, me qenë se ka të bëjnë 2 janari 80, shenjës Britsjapit, me ndikime, favorizime, mundësi të arta që lidhen me anën e komunikimit, lidhen me veprime dhe vendime që mund kanë bëjnë, por një nga mundësit më të mira dhe çështjet pozitive që ka të bëjnë me karrierën, ka të bëjnë lidhje me karrierën, ka të bëjnë lidhje me kombinimin dhe mundësit që vijnë nga ana e pozitivitetit ekonomik, nga çështjet financiare dhe gjërat e tjera që do të ndikojnë, do të diktojnë në fusha të ndryshme. Është një mundësi shumë e mirë, në 6 muajorin e dytë ka indikim shumë mirë lidhje me anën e financave të biznesit, por gjithashtu, meqenëse Afrodita në ujor, në një shenjë ajri, bën që një çështje kreditimi apo për marrjen e një kredie për një arsye shumë të fortë për punën, por unë do t'i thosha që
pritë pak mos u nxito në këtë drejtim, se nuk është në të mirë. Nga ndonjëherë kur kemi planetet ose këndet që bëjmë planetet, ne mund ta marrim se kemi të domosdoshme, por nganjëherë bëjmë edhe gabim që neve marrim se është shumë vështirë në shkryerjen e saj dhe është çik problem pastaj në gjëra që do të ndikojnë. Por gjithsesi gjashmëri i dytë është më i mirë dhe shumë pozitiv. Ky gjashmëri i parë na mëson hapat apo shtigjet nga do të kalojmë dhe të jemi të qartë në vazhdimsi të muajve që do vinë apo kohës që juve kërkoni dhe dëshironi. Por e përgjithshmja, mos më shqetësoni fare se nuk ka vend për të shqetësuar. Të falenderoj Jorgo, do të kalojmë tek një tjetër telefonat. E mirëpresim atë në studio. Respekte. Mirëmëngjes, me kë flasim dhe nga na telefononi. Më falë, unë jam Linda që mora më parë, po e dashur. datinja në kishe 19 nëntor. 19 nëntor. Shikon pra? Më falë shumë, zoti Jorgo që ta përsërit edhe një herë të lutem. Patjetër. Nuk më rezultonte dita edhe ora që më thoni. Faleminderit. Atëherë 19 nëntor 2000. 2000, ora 6 mazite e diel. Po, patjetër. Ndiqni parashikrimin tuaj. Po e dashur, patjetër. 2000. Po Jorgo, 19 nëntor 2000, ora 18:10. 2000, ora? 18:10. Ora 18:10. Kur nuk rezulton diçka, unë e them. Tani ditë e diel? Nuk e diskutojmë. Ditë e diel. Unë kërkoj ndjesni, sepse kur e shikoj që nuk është, dhe këmbgulin, e pa atëherë kur këmbgulin do të them atë që thonë pastaj. Për ne gjithmonë them nëse është e vërtet kjo datindje. Tani na kërkon ascendenten me kënaqësi. Përshëndetin dhe a do ketë lidhje serioze këtë vit? Atë djalë? Po. Atëherë. Ndikimet nga më të ndryshme që kemi këtu dhe mundësit. Megjithëse, a do ketë lidhje këtë vit? Lidhje. A dhe që ta shikojnë dhe zonjë e nderuar. Tani, po të shikojmë këtu, ka një kuptim mjaft pozitiv. Ascendentja kemi këtë këtu. Po të shikoni, ndodhet në mes binjakëve dhe kaforres. Por kjo i përket binjakëve, ascendentja. Dhe në bazë të ndikimeve që ka të bëjnë, përsa i përket shenjës së akrepit, akrepi vëzhgon, studion, mëson, pastaj kërkon. Mos u nxitoni. Kjo tani nuk e diskutoj, nuk e vendushim. Kjo është viti më perfekt i që ndonjëherë për këtë datëlindje dhe mundësit të arta vinë për këtë datëlindje, sepse mundësit janë shumë të mëdha. Ndërron për të arritur atje ku kërkon. Dhe juve, meqense nga ndonjëherë kur kemi këtë shenjën këtu me këndet që bëjnë të planetet kjo ndikimi, do thotë është ëndër nga ndonjëherë kur djalë e mendon djalë dhe vjen në atë drejtim. Por kërkon riskun, mos u merakosni që nxitohet ose nevrikoset. Është momenti dhe koha më e mirë e mundshme në lidhje me çështjet që lidhen me familjen. Njerëzit që kanë qef familje, kanë qef gjëra të mëdha. Por nga ndonjëherë, meqense edhe si mundësi dhe si rast, është një kohë shumë e përshtatshme, gjashmujori i dytë do gëzoni shumë në gjashmujori i dytë. Tani nuk është pa gjë, mund të themi, shoqërore, flasim me shoqëri. Shoqëri duhet të ketë, shoqëria është ajo që është baza e kuptimit dhe se si dhe se qysh. Por është koha më e mirë e mundshme. Për këtë ta garanton Jorgo 1.100.000% që është mos e garanci dhe me firmë me vul Jorgo Pulla, nuk e them shpesh, por këtë e them sepse shikoj se çfarë do ndodhi. Dhe do të ketë një surprizë, mund të keni juve, mos kujtoj se akrepit i thot gjitha. Nuk ka shanse. Dhe ajo që është më e rëndësishmja, ka të bëjnë nga ndonjëherë në këtë datëlindje, është më shumë me bisedat që bën me familjen dhe janë si shok dhe jo si prind. Kjo është baza e një fëmije dhe kjo e ka dhe këtë e ka. Por nuk i thot ata të brendshme gjitha, se mban dhe për vete diçka. Por në rast konkret është me shumë fat, por gjithmonë ta keni parasysh, ja thoni edhe djalit që gjërat që bëhen, po të vini re ju e keni parë dhe vetë fëmijën tuaj, që gjërat ndodhin në shtator, shumë gjëra. Po pse në shtator? Sepse në shtator ndikimi që ka të bëjnë është ndikimi i hënës. Pra, po të vëm të shikojmë këtu, dhe nga njerë që them unë, ngjashmëria, janë nga babi, janë nga mami, merr nga mamaja dhe i nati e babait. Urdhë, kemi virgjëreshën, kemi hënën në virgjëresh që ka fëmia dhe riskun dhe gjërat që i bën në shtator, kontrata,
punë, gjëra, nevrikllëqet apo çështje problematike që ndodhin në shtator, dhjetor. Pra, është ky har kohor, 4 mujor që jep mundësi dhe jep vendimin e rëndësishëm dhe ta thot vetë drejt për së drejtë. Sado që t'i thoni juve, sado që ta përshpejtoni ose ta nxitoni, të thotë të bën qefin, po jo, do bëj ato që do vetë. Pra më mirë ato që do vetë, edhe se sa të mërzitesh edhe të lodhesh. Pra, ndikimet janë fantastike dhe nuk ka vend për të shqetësuar nga anda tjetër. Përsa për çështjet e këtyre gjëra nuk ka gjë, por fare të thosha. Të falenderoj Jorgo, mirëpresim një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Po, jam Ida nga Vlora. Kënaqësi e dashur, po. Atëre, unë jam 1/9/98 edhe data tjetër 7/9/96. A duhet të di çfarë di që janë, për shembull për dashurinë, për punën. Edhe njëherë të lutem të specifikojmë datëlindjen tuaj 1/9/98. Po, 1/9/98 edhe 7/9/96. Po. Në fakt nuk e di se sa kohë mund të kemi për t'i ezauruar të dyja, në të kundërt njëra do mbetet për nesër, por pa merak do t'i bëjmë një parashikim. Vetëm më thoni për çfarë interesoheni. Atëherë duhet të di çfarë di që janë të dyja, edhe për dashurinë, për punën. Dhe dashuria. Po. Patjetër, ndiqni parashikimin tuaj. Okej, në rregull, faleminderit. 1/9/98, Jorgo? 1/9/98. 98. Po. Ore lindjes? Nuk e kemi, çfarë 10 ditë që jam? Atëre 1/9. Po. Diskutojmë këtë. Dhe për dashurinë. Po, majmë për dashurinë. Atëre. Dhe 10 ditë. 1 shtator, ditë martë ka njëtur. 1 shtatori 98. 98, po. Atëre, kë i përket 10 ditë të dytë, sepse nga data 1 deri më datën 10 e merr 10 ditë i dytë. Nga data 11 deri më 22, 23 është 10 ditë i tretë. Në rang në fushë astrologjike ndan 21 që fillon shenja, kurse në muaj është siç e di. Po, patjetër. Këta mos e keq kuptojmë gjërat. Atëre, këtu kemi në fushën e dashurisë kemi virgjëresh me ndikimin më të madh që ka të bëjnë, por nga njëra anë motoja është eci avash se pse nxitoj. Ju keni shumë të drejtë, por kush va di. Në anën tjetër, në 2 ndikime që keni pasur, një ka qenë në nëntor dhe një ndikim që ka qenë tani në fund të shkurtit të marsit, për vazhdimsinë e flas, mos shikoni nga ana e fjalëve çfarë flitet, ose debatet që bëhen, por shikoni atë që juve ju intereson më tepër të anës shpirtërore të brendshme, por në anën tjetër atë që juve doni që të ecni dhe të kuptoni për jetën për të ardhmen. Momenti dhe koha është mjaft pozitive dhe ndikime shumë të mira që mund të keni, dhe kjo është një moment mjaft pozitiv dhe tepër nuk është rastësi, por është vazhdimsi dhe ndikimet që kanë të bëjnë me anën e punës, në lidhje me karrierën, lidhje dhe me ndryshimet të tjera që do të ndikojnë, është koha më e mirë, nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt. Unë të falenderoj Jorgo, në fakt jemi drejt fundit, kështu që datën tjetër do ta lëm për nesër. Që në hyrjet e emisionit do të bëjmë një parashikim për datën e sotme dhe më pas do vijojmë me programin. Të falenderoj për gjitha parashikimet, ju falenderoj të gjithë që na bashkoheni çdo ditë dhe na ndiqni në këtë emision, fati ynë, dhe gjithashtu mos harroni të na bashkoheni sërish nesër në po të njëjtin orar këtu në RTS2, 9:15 minuta. Nga unë Adelina, një ditë sa më të mbar dhe Jorgo? Unë juroj mbarësi, vetëm kujdes në gjërat që doni të bëni, mos u nxitoni, sepse ka Zoti për mall vet i ka për gjithë ditët dhe muajt e vitit. Kjo ditë është ditë e rëndësishme. Mendoni, gjykoni, rregulloni. Gjithë mira.